Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, përshëndetje për të gjithë ju miqtë e ekranit të televizionit Koha. Takohemi së bashku edhe sot me pasditën tonë të zakonshme, dhe sot do të jemi bashkë gjatë këty 2 orëshi. Unë uroj të keni pasur një fundjavë të bukur dhe të keni marrë energjinë e nevojshme pozitive për të startuar një javë të re të punës. Pra do të jemi bashkë edhe këtë të hënë, ndërkaq që emisionin sot do ta fillojmë me të ftuarat e ditës. Për sot do të flasim sot për një tjetër sukses të rinjve tanë, për një tjetër të arritur të rinjve tanë. Është Suela Bajrami, e cila ka botuar librin e saj të parë, Jeta me ngjyrat e saja, me cilën sot në emision do flasim më në detaje për këtë libër dhe njëkohësisht kemi nderin dhe kënaqësinë që sërish të na nderojë me praninë e saj në emisionin tonë vetë recenzentja e librit zonja Behare Neziri. Përshëndetje dhe mirëseardhët. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi gjithmonë. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi e madhe të jem sot këtu në emisionin tuaj. Faleminderit shumë që na keni nderuar, ne të përgëzojmë për librin tënd të parë dhe urojmë që të shtohen botimet. Atëherë fillimisht me zonjën Behare në emisionet tona kemi folur shumë shpesh për të rit. Mirë po me juve është hera e parë që jeni në emisionin tonë. A mund pak na flisni për biografinë tuaj? Patjetër. Unë jam Suela Bajrami, jam e lindur dhe rritur në fshatin Lërc. Jam nxënëse e shkollës fillore komunale Rahmetullah Ahmeti dhe jam në klasën e 9. Dhe ky është libri i parë? Po, ky është libri im i parë në prozë. Nga ideja për ta botuar një libër të tillë? Ideja për ta botuar këtë libër erdhi nga përjetimet e mia, nga dashuria e të shkruarit dhe për ta shprehur atë që e ndjej, për të shprehur ndjenjat e mia që nuk i shprehsha dot me zë. Jeta me ngjyrat e saj e ke titulluar në fakt këtë libër. Pse ky titull? Pikërisht ishte ky titull sepse proza ime e parë ishte Jeta me ngjyrat e saja. Unë vendosa ta titulloj pikërisht me këtë titull sepse çdo herë dëshiroja kur ta shoh ta rikujtoj fillimin e rrugtimit tim si shkrimtare. Pse vendose me prozë që ta botosh këtë libër? Për shembull mund të ishte edhe me poezi apo me diçka tjetër. Unë vendosa ta shkruaj librin në prozë, sepse në prozë mund të shprehem më lirshëm, mund të shpreh çdo detaj, të shprehem ashtu si ndjehem më mirë. Mirë po megjithatë, domethënë prozën e don më shumë se sa poezinë, apo? Po të dyja janë të bukura, mirë po proza është ajo që unë dua më së shumti. E gjen veten ndoshta tek proza. Me kë ke bashkëpunuar për këtë libër për ta botuar? Unë kam bashkëpunuar me shoqatën e shkrimtarëve ONEUM, veçanërisht me profesorin Muhaxher Harunin, të cilin e falenderoj shumë. Kam bashkëpunuar gjithashtu edhe me arsimtaren time të gjuhës shqipe, Zudi Islami, dhe gjithashtu me familjaren time, profesoreshën e gjuhës shqipe Ifajete Bekiri, të cilat besimi i tyre u bë fillimi im e këtij librit. Po. Megjithatë kush të ka ndihmuar për ta botuar këtë librin, pra me kë ke bashkëpunuar, sepse këtu në faqen e parë të librit shohim redaktorët, recenzentët, kështu me radhë. Po, mua më ka ndihmuar recenzente Behare Neziri, redaktor Muhaxher Haruni, Rami Kamberi dhe Ifajete Bekiri. Unë dua të ndalemi tek zonja Behare Neziri, e cila ka bërë recenzentën e këtij libri. Si lindi bashkëpunimi në mes jush, Behare? Ariana, fillimisht duhet të falenderoj juve dhe stafin e televizionit Koha që gjithmonë ndan kohë për të promovuar të rinjt tanë këtu në qytetin e Tetovës, po bëni një punë të shkëlqyer. Të rinjt e dinë se e kanë një derë të hapur se ku mund të promovohen. Emri Suela Bajramit është një emër i ri nga refinat e Dervendit që na vinë, është një ndër vajzat e para që ka botuar një libër i vogël në dukje, por i madh në brendësinë e saj, i madh brenda shpirtit të saj, si të them, një piknisje për jetën e saj dhe karrierën e saj në të ardhmen si shkrimtare. Suela ka bërë hapin e parë, unë e përgëzoj shumë për këtë botim të librit, uroj shumë do thot libra të tjerë, e përgëzoj edhe për guximin, nga se nuk është e lehtë të vendosësh që atë që kam ndjen brenda vetes, atë vrullin që ke brenda vetes, atë ilanin që ke brenda vetes, ta shprehish në letër. Jo gjithkush e ka guximin, unë e përgëzoj edhe për guximin, por duke marrë parasysh edhe rajonin nga Vjen, do thotë të përgëzoj edhe një herë më shumë, është bashkëvendasja imja, dhe ishte kënaqësi për mua, do thotë që të ndihmoj në rreth botimit të këtij libri. Unë kam pasur recenzionin, ashtu si zakonisht me shoqatën e shkrimtarëve ONEUM të rit që na vinë, do thotë që kërkojnë ndihmën tonë,
gjithë botimet, gjithë librat e tyre kalojnë për duart tona, kalojnë për filtrat tonë me qëllim që të dalin sa më mirë, sa më bukur dhe sa më të përgatitura. Edhe kësaj radhe në bashkëpunim me Muaxher Harurin, i cili po bën një punë të shkëlqyer në rajonin e Dervendit edhe të shkollën e Treboshit dhe shumë shkolla të tjera, ku tani më shumë nxënës të tij veç kanë libra të botuar, të cilët edhe ashtu i kemi edhe antar të shoqatës. Vendosëm që edhe librit Suelës t'i japim dritë, të del në dritë edhe ki libër, pasi pam që ka brumë të mirë, ka talent, bashkë edhe me profesor Rami Kamberin, bashkëpunuam bashkërisht që ki libër të dalë kaq bukur dhe kaq mirë dhe të jetë një motivacion më shumë, jo vetëm për Suelën, por për të gjithë të rinjt nga rrethi i Dervendit. Unë roj që së shpejti do të kemi shumë emra të ri atje, shoqata gjithmonë ka bërë shumë përpjekje për të nxjerrë talent të ri, gjithandaj jo vetëm në rrethin e Dervendit, ku kemi mbajt disa aktivitete, por edhe në përshkolla të tjera dhe jo rastësisht mbajmë aktivitete në përshkolla me qëllim të gjurmimit të talenteve të ri. Në këtë libër Suela na ka dhënë më shumë se tregime. Na ka dhënë një mësim të mirë për jetën. Këtu mund ta gjej veten edhe i rrituri, edhe i riu, edhe adoleshenti, si themi ne, edhe i madhi, edhe i vogli. Ka se ka paraqitur jeta me ngjyra. Pse me ngjyra? Ashtu e shohin të rit, jetën me ngjyra, nuk e shohin bardhëzi, nga sa ata nuk kanë ato preokupimet që i kanë të rriturit, po janë ashtu shpirti lirë dhe shohin jetën shumë më të bukur se sa që e shohim në të rriturit. Pikrisht i tillë është edhe libri Suelës, ku ajo na tregon mënyrën se si e jeton jetën një i ri me ngjyra, si e sheh ashtu me ngjyra. Unë shpesh këtu kam shkruar në recenzionin tim se ajo e shef të kuqen, e shef të verdhën, e shef të bardhën dhe të gjitha bukuritë e jetës. Dhe jo vetëm bardhëzi, apo jo? Si që shohim ne të rriturit. Megjithatë, shoqata UNEUM ka promovuar shumë të ri sukseset e tyre, jo vetëm tani kohën e fundit, por edhe më herët, sepse kemi shumë të ri të cilët kanë ardhur në emision kur kanë qenë shumë të vegjël dhe ju i keni promovuar si shoqat dhe tani vinë si të rritur në për emisionet tona dhe përsëri ju i përkrahni si shoqat. Kjo është për të përshëndetur në fakt, për punën e madhe që bëni ju për të rit tanë. Është kënaqësi të ndigoj këto fjalë, ne jemi një motivacion për të rritë kur kanë besim se dinë se ku të drejtohen. E dinë se do të athirin Beharën, do të athirin Sadien, do të athirin Ramion, do të athirin profesor Jupin, Ademin, Muaxherin, janë shumë të sigurt për të krijuar, nga se dinë se ku të drejtohen, nga se dinë se ku të orientohen për të jo vetëm për të promovuar, po për të ndihmuar edhe në botimin, që botimi tyre të del sa më me cilësi dhe sa më bukur. Ne gjithmonë jemi përpjekur, shoqata e shkrimtar UNEUM ka formuar departamentin e trive në vitin 2019, kur unë isha si kryetare e shoqatës. Një ndër qëllimet e mia ishte që të krijohet ky departament, pasi ishte shumë e nevojshme që ne të krijojmë të ri, kishim shumë nevojë për të rinj. Dhe nuk ishte koha që të organizojmë veç një aktivitet letrar, të flasim për poezinë apo të recitojmë poezi, po e rëndësishme ishte që ne të arrijmë të mbjellim dëshirën për art dhe krim tek të rit. Edhe ja kemi arritur qëllimit, ky departament tani më numëron diku mbi 35 antar, 40 antar të rinj, do të thotë që janë prej moshës 14-15, kemi ullë kriteret nga se ka shumë të rinj që nga mosha 13, 14, 15 po bëjnë krime shumë të mira. Edhe tash kemi ullë edhe kriteret do të t'i marim në moshet e pak më të vogël, nga se prej ati nisën ajo baza për të shkruar. Ne kemi vajza që shumë mirë e theti që ka bë hapat e para aty në shoqat dhe tani janë shumë të suksesshme edhe në studime, po edhe në të gjitha fushat e jetës. Ne kemi bërë shumë aktivitete me qëllim që të arrijmë të gjurmojmë talentet e ri. Nga se ndonjëherës nuk e din njeriu se e ka një talent. Duhet dikush ta zbuloj. Duhet dikush ta zbuloj. Dhe shpesh kur kemi organizuar aktivitete në përshkolla, do thotë ju kemi treguar arsimtarëve në bashkëpunim gjithmonë, këtë ja bëj gjithmonë në bashkëpunim me arsimtarët e gjuhës shqipe. Edhe gjithmonë ju kemi thënë, tregoni nxënësve që të mund të shkruajnë ndonjë poezi apo diçka, edhe kemi pasë se me të vërtet ka të rinj që interesohen për shkrime, ka të rinj që kanë talente për shkrime,
edhe ne ju kemi zgjatë dorën, ju kemi ndihmuar gjithmonë duke bërë recenzione, duke bërë lekturime, duke bërë redaktime, gjitha këto pas një kompenzim. Gjitha këto do të thotë mënyrë vullnetare me shumë dashuri për artin, kulturën dhe për promovimin e të rive. Në ka rastis që edhe të japim para nga xhepi jonë që të ndihmojmë ndonjë vajzë që s'ka pat mundësi dhe të bëtojë librin, ne kemi nxjerrë para prej xhepit tonë, kryesia, dhe i kemi botuar librin. Nga se kemi pa shumë dëshirë që vajza që ka shumë dëshirë të botoj librin edhe ne ja kemi financuar edhe librin. Shumë e bukur, shumë fisnike nga është kënaqësi për ne. Megjithatë edhe sukseset e tyre pastaj janë sukseset edhe të shoqatës, sepse prej aty kanë filluar hapat e parë po këtyre të rinjeve, prandaj është reciproke. Suela, me këtë tjetër ke bashkëpunuar për ta botuar këtë libër, pra financiarisht kush të kanë mbështetur? Unë kam bashkëpunuar gjithashtu edhe me firmën Aksa Brand dhe me firmën Profesional Print, të cilët më kanë ndihmuar gjatë botimit të këtij librit. Po, ke bërë promovimin e librit? Po, e kam bërë promovimin e librit. Si kaluat në promovim, si e priti shoqëria këtë libër, kishe kritika, kishe lëvdata? Në këtë promovim kam kaluar shumë bukur, kam pasur shumë emocione, shoqëria ka pritur me vërtet shumë mirë, edhe ato ja lumturuar shumë dhe më kanë përkrahur gjithmonë maksimalisht. Po përkrahje nga arsimtarët e gjuhës shqipe, nga familja ke pasur? Patjetër, përkrahjen më të madhe kam patur nga familja, nga arsimtarët, nga prindrit e mi, e veçanërisht nga nëna ime, e cila ishte mbështetja ime më e madhe dhe ka qenë inspirimi im më i madh që më ka qëndruar gjithmonë krah në këtë rrugtim që unë e ndëroja gjithmonë. Shumë e bukur, kjo shumë e bukur në fakt, sepse pa përkrahjen e familjes nuk mund të... Edhe arsimtarët gjithashtu të kanë përkrahur, Po, gjithashtu edhe arsimtarët e gjuhës shqipe, të cilat i falenderoj shumë, edhe ato kanë qenë krahu im për këtë libër që sot të del këtu ku është. Ky është libri yt i parë, do të botosh libra të tjerë? Po, ky është libri im i parë, i shkruar në prozë, me gjithë kënaqësi unë do të vazhdoj të botoj edhe libra të tjerë, sepse e dashuroj këtë gjë. Kur ke filluar të shkruash për herë të parë? Mund të flasish pak për shkrimet e para të cilët ke botuar? Shkrimet e para, me të drejtë, nuk është se i mbaj shumë mend, sepse i kam filluar në moshë të vogël, gjithmonë kam shkruar ese, kam shkruar prozë për familjen, për shoqërinë, për jetën e kështu me radhë. Mirë po, shkrimi im i parë që i këtij rrugtimi siç e ceka edhe më herët ishte jeta me gjërat e saj dhe pikërisht e titullova dhe kështu libri. Suela, me që shkruan kaq bukur, sigurisht edhe lexon shumë, apo? Po, patjetër, unë leximin e dua shumë, aty gjej paqen shpirtërore. Ke vendosur çfarë do të bëhesh, çfarë profesioni do të vazhdosh në të ardhmen apo ende jo? Po, patjetër, edhe unë kam ëndrat e mia dhe ëndra ime është që në një të ardhme, përveç se të jem shkrimtare e njohur e suksesshme, unë dua të jem dhe arsimtare e gjuhës angleze. Dua t'i mësoj të rinj, t'ju jap dije, ashtu siç edhe plot arsimtar tjerë më mësuan mua dhe më dhanë dije. Uroj dhe shpresoj shumë që të realizohen të gjitha ëndrat, sepse një vajzë me ambicie si ti dhe me vullnet kaq të madh, sigurisht që do të arrijë shumë në jetë. Faleminderit shumë. Sigurisht pastaj do të marrim edhe nga ti një porosi për të gjithë moshatarët e tu dhe do të lexojmë një nga prozat e bukura të cilat i ke, përderisa ti bën përzgjedhjen e kësaj proze, atë të flasim pak me zonjën Behare për aktivitetet e fundit të shoqatës ONEUM apo risitë e tjera që ka kjo shoqatë kohën e fundit. Po, gjithmonë shoqata e shkrimtarëve ONEUM nuk ndalet, gjithmonë bën aktivitete. Aktivitetin e fundit ishim në Viti, bëm një vizitë atje, kalum shumë bukur, ishte në kuadër të aktivitetit për kryuzit e ri që financon Komuna e Tetovës në bashkëpunim me shoqatën e shkrimtarëve ONEUM. Në kuadër të këtij projekti do të mbajt një konkurs letrar, ishte vizita në Prizren dhe vizita në Viti. Ku të rritë tanë, patën mundësi të takojmë të rritë në Viti atje, me shoqatën e shkrimtarëve atje bashkëpunuam, na priti kryetari i komunës, vizituam bibliotekën, vizituam do të thotë shkollën e parë shqipe të Kosovës, në Stubull. Më ka lënë shumë bresa, event ishte aq i bukur dhe më ka dhënë shumë emocion. Kishte vetëm aktiviteti i fundit që bëm. Paraprakisht bëm promovimin e librit të Suelës, jo rastësisht e kemi bërë në ambientet e shkollës fillore Ramutullah Ahmeti, në fshatin Lërc, me qëllim të thotë që nxënësit të shohin një satisfaksion këtë punë, të ndjejnë një kënaqësi dhe të kenë mundësi të shohin se bëhet diçka e mirë, ka mundësi të bëhet diçka e mirë, se ka vlera, se nëse bën diçka të mirë edhe vlerësohesh.
andaj edhe bëm promovimin në shkollën e Suhelës. Këto ndër aktivitetet e pakta, por ju keni dhe shumë aktivitetet të tjera që i realizoni brenda vitit, meqense do flasim sigurisht ndoshta edhe në ndonjë emision pak më të veçantë për shoqatën. Ajo që është e bukur është faleminderit që i promovoni të rinjtë anë dhe sukseset e tyre, dhe kjo është më e bukura prej gjithë aktiviteteve të tjera. Besoj. Thash, jo rastisht dalin të rinj kështu, nga se ne me të vërtet punojmë shumë, mundohemi, ja shiko, për shembull, pa në aktivitetin viti i kemi marrë me vete. Në aktivitetin në Prizren i kemi marrë me vete. Që të shohin se si funksionon edhe jashta kufive, brenda kufive ta në fakt, po të shohin se si funksionon. Kishim një aktivitet pashtu edhe në Shqipëri, dhe thot gjithmonë të rinj, dhe thot ne i marrim në për aktivitete, i ofrojmë më shumë, i japim mundësi për komunikim, nga se jo vetëm që do të promovojnë vetëm, pa dhe do të bëjnë miqësi, do të krijojnë edhe miqësi. Dhe kjo ndikon shumë tek të rinjt. Ndikon shumë tek të rinjt, edhe besoj se do të motivohen që më shumë të merren me krijime. Të lexojmë një nga prozat e librit të fundit, Suela? Po, patjetër, unë kam zgjedhur prozën Librat e bukur që do ta mbajnë emrin tim, me që kjo prozë më përfaqëson mua dhe ëndrrën time që u realizua. Librat e bukur që do ta mbajnë emrin tim. Që kur isha një vajzë e vogël, çdo herë kur hapja librat për t'i lexuar, ata më dukeshin si dritaret që hapeshin pa zhurmë. Kur hapja faqen e parë të bukur, më dukej sikur isha në një botë të magjishme dhe të papërshkruar, dhe zemra ime rikte fort me një lumturi të pamas. Diku mes faqeve të bukura, ku dikush tjetër kishte krijuar histori, kuptova se nuk doja vetëm t'i lexoja ato. Unë doja t'i krijoja vetë për veten time. Në aromën e bukur të letrës që shkruaja, nuk ishte thjesht një shkrim për vete. Ishte mundësia për t'i treguar botës se kush jam unë dhe çfarë dua të bëj. Fjalit që fillova të shkruaja me dukeshin si hapa të vegjël drejt ca mësime të ëndërruar. Ndodheshin ndështime, por pastaj filloja përsëri, sepse brenda shpirtit tim një zë i bukur gjithmonë më thoshte: mos u dorëzo, bëhu ajo që ëndërron të bëhesh. Tani nuk jam më vetëm ajo vajza e vogël që u mbiste në ëndrat e të tjerëve, tani jam ajo vajza që po mëson të krijojë histori dhe ëndrat e saj. Nuk kam frikë të tregoj ato, sepse e di se fama nuk vjen vetëm nga talenti, por nga dashuria, këmbgulja, puna dhe forca për të vazhduar përtej çdo vështirësie. Një ditë, librat e mi të bukur nuk do të mbajnë vetëm historitë dhe ëndrat e mia, por edhe emrin tim. Dhe unë do të buzëqesh fort, e lumtur, sepse do ta kem arritur ëndrrën time, duke ditur se çdo kapitull që kam shkruar ishte një hap i vogël drejt rrugës sime të ëndrave. Deri atë ditë do të vazhdoj të shkruaj, sepse librat e mi të bukur që do ta mbajnë emrin tim më presin, dhe unë po shkoj drejt tyre, një fjali pas tjetrës me dashuri dhe lumturi të pafundme. Shumë e bukur, të lumë Suela, në fakt i ke dhënë shumë pozitivitet librit edhe tematikës në këtë libër. Nga çfarë inspirohesh më shumë për të shkruar? Çfarë të motivon më shumë të shkruash? Po mua çdo herë inspirohem dhe motivohem nga, siç thash, nga përjetimet e mia, nga përjetimet e jetës time, dhe çdo gjë që e ndjej dua ta shkruaj në vargje, prozë dhe ta shpreh atë. Çfarë porosie do të kishe për moshatarët e tu? Porosia ime për moshatarët e mi është që asnjëherë të mos dorëzohen, çdo herë të ndjekin ëndrat e tyre, di se fillimi është i vështirë, mirë po me guxim, dashuri dhe besim, çdo gjë mund të arrihet dhe çdo gjë është e mundur për të bërë. Patjetër. Faleminderit shumë për këtë poezi dhe prozë në fakt dhe këtë porosi. Behare përfund, cilat ishte porosia jute? Thonë si Suela, në porosit do thotë të rinjtë që të shkruajnë, pa marrë parasysh se ato shkrime si do të përfundojnë. Kryesore që të shkruajnë, atë ndonjëherë njeriu e ndjen kështu brenda vetes një vulkan, kështu një shtypje të madhe të cilën ka nevojë ta nxjerrë jashtë. Dhe jo çdo herë është mirë ta nxjerrësh kështu ball për ball me njerëz, po ta zbukurosh në formën e hartit, del shumë e bukur. Një poezi, një varg, një prozë, një ese, gjithmonë del shumë bukur. Andaj unë i porosis të ri që të shkruajnë, të lexojnë mundësisht më shumë, megjithëse leximi i kohëve të fundit pak është problem, po megjithatë shpresa vdes e fundit ne gjithmonë shpresojmë që të rinjtë tanë të gjejnë atë motivin e duhur, të lexojnë, të shkruajnë dhe të jenë sa më afër artit, se vetëm arti është ai që nuk vdes, që jeton, do thotë.
Naimi ka kohë që ka vdekur, po Naimin e njohim nëpërmjet artit të tij. Edhe gjithë shkrimtarët tjerë i njohim nëpërmjet të artit të tij. Dhe gjithë ato njerëz që kanë dhënë atë kontributin e tyre i njohim nëpërmjet veprave të tyre. Andaj njeriu vdes kur i vdes vepra e tij. Njeriu jeton për sa kohë jeton vepra e tij. Sigurisht, nuk do të kishte fjalimet bukur për të përmbyllur këtë intervistë. Unë ju falenderoj shumë. Fillimisht Behare, faleminderit që gjithmonë ndan kohë për emisionin tonë dhe je pjesë e këtij emisioni çdo herë. Faleminderit. Dhe njëkohësisht faleminderit Suela edhe që ishe sot pjesë e emisionit tonë. Të urojmë shumë suksese në të ardhmen dhe urojmë të të shtohen votimet. Faleminderit shumë edhe juve. Nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetet e ditës. Ju vazhdoni qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak.